Peza, pra flasim për seancën gjyqësore që po vijon ende për 11 protestuesit e arrestuar të premte në protestën e opozitës dhe që pritet vendoset për ta sot masa e sigurisë. Riglidheni sërish me kolegun Igli Shelmeta. Igli, edhe një herë jemi bashk. Pra, çfarë kërkojnë avokatët e protestuesve dhe përse, cili është qëllimi? Përshëndetje Bruna, prej orës 12:30 vijon seanca për caktimin e masave të sigurisë në gjykatën e Tiranës për 11 protestuesit e arrestuar në protestën e 17 prillit. Gjatë seancës, përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike, pra avokatët e 11 protestuesve të arrestuar, kërkojnë që masat e sigurisë të mos i shqyrtojë gjyqtari i gjykatës së Tiranës Enkel Peza. Sipas avokatëve të protestuesve, pra përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike, ata pretendojnë se gjyqtari Enkel Peza dhe familjarët e tij kanë mbajtur funksione në strukturët lokale të Partisë Socialiste në Kavaj dhe për këtë arsye kërkojnë që ky gjyqtar pra të mos shqyrtojë masat e sigurisë për 11 protestuesit. Por seanca është duke u zhvilluar dhe presim që gjyqtari të japë pra vendimin final lidhur me masat e sigurisë për 11 protestuesit. Kujtojmë që prokurori ka kërkuar 5 masa arrest me burg për 5 protestues, 2 masa arrest shtëpie dhe 4 masa detyrim paraqitje. Pra, Igli, kjo kërkesë nuk është pranuar. Vendime do t'jap ky gjyqtar, Enkel Peza. Po Bruna, deri në këtë moment seanca për caktimin e masave të sigurisë është duke u zhvilluar, ende nuk kemi një informacion nëse ka një vendimarrje që gjyqtari Enkel Peza pra të mos shqyrtojë masat e sigurisë. Po, ka përfaqësues të Partisë Demokratike në ambientet e jashtme, deputet në mbështetje të protestuesve? Po Bruna, në ambientet e jashtme të gjykatës penale të Tiranës ka përfaqësues të Partisë Demokratike, deputet të Partisë Demokratike, i pranishëm është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, po ashtu edhe deputet të kësaj force politike, të cilët presin momentin pra që gjykata do japë vendimin final lidhur me masat e sigurisë për 11 protestues, të cilët akuzohen për 5 vepra penale, për goditje për shkak të detyrës, prisja e qetësisë publike, shkatrimi pronës me zjarr, kundërshtimi punonësit të policisë dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje mjeteve të rrezikshme për shkak se janë arrestuar në flagrancë me çanta me molotov. Dhe 5 prej tyre kërkohet arrest me burg. Ka prova konkrete, ka pamje për këta 5 protestues? Po, për këta 5 protestues që prokurori kërkon masën arrest me burg, ka pamje dhe prova të siguruara nga policia e shtetit, ku këto 5 protestues akuzohen se mbanin çanta me molotov dhe kanë qëlluar në drejtim të kryeministrisë, pra me bomba me molotov, sipas policisë dhe prokurorisë gjithmonë. E qartë. Mirë, Igli, faleminderit për këtë lidhje të dytë së bashku dhe ne shkëputemi për një tjetër hapësirë publicitare pas pak sërish bashkë.